toka në tona që janë për kullotë nuk mund të ziren për panele diellore, se ky popull do ushqehet me qumësh bio, jo me qumësh plur. Neve nuk kemi mundësi të tjera jetese. Me blegtori, me bujqësi. Ne nuk mund të blejmë grurin serb edhe misrin serb të ushqim baktit. Ne e prodhojmë vetë. Grurin, misrin, tëra shërbimet ja u bëjmë vetë baktive. Që nga kultivimi grurit, jonxhes, mjelja, transportet të tëra. Mi po tani me këtë që po na bën këta në thonë ikni. Është një vot për të ndarë me të vërtet të shkuarën nga ardhmja, nga një Shqipëri tjetër, nga Shqipëria që Zoti dhe natyra e kanë bërë të bukur dhe të bekat. Aq sa ky popull mund të jetojë i lirë dhe në mirëqenie. Do të investojmë $160 milion vetëm për ujin në parcel. Do t'i heqim taksat për ushqimet bazë, ato TVSH-t e Saliut. Do t'i heqim dhe do t'i krijojmë kushte fermerit shqiptar që të prodhojnë me kosto më të ulët. Dhe do përfitoj fermeri shqiptar nga kjo. Ku të vejmë ne tani? Vajtëm me migracion 15 vjetë, vumë ekonominë, blejmë mjete, blejmë stalla, blejmë blegtori. Ku të vejmë neve tani? Ti ke ardhur, kur ke ardhur në Shqipëri? Kur kam ardhur më 2100 në Shqipëri. 2100? U ktheve për... Shkova në 93-shin edhe erdha më 2100. Gjithë kursimet i hodhe këtu? Kursimet i hodha këtu, tani mbetëm, nuk morëm do shtëpi Tirane. Edhe më thoshin një Tiranë, do bëj blegtori, do punoj, të punsoj fëmijët e vet. Po kështu ka thënë kryeministri, shtoni baktit. Po shtoni, po ku ti shtojmë? Panele diellore o zotri ka vend të bëjnë ande në përmale ku të dojë, po jo, kolonja është që në Mollas edhe gjenë në Taçet. Zuri Staljen, Zuri Taçin. Taçin që poshtë i kanë bërë Kaçka, ku di unë i kanë rrethuar, vinë nga Tirana ata, i mbjellin. Populli ku do vej? Pra ju po si janë tokat nga gjitha anët? Po nga gjitha anët, Po shpita, i keni me tapime? As shtëpit, as tokat.